Dhe nuk po dëgjoj ende ndonjë përgjigje politikisht të pjekur dhe angazhuese për të kapërcyer krizën aktuale. Unë kam deklaruar që nuk hezitoj të formuloj edhe juridikisht këto akuza publike me funksionin e kryetarit Partisë Socialiste. Unë jam i detyruar të marr përsipër interpretimin politik, por dhe penal, të fakteve që më vinë në tryezën e punës së kryetarit Partisë Socialiste, jo vetëm nga qytetar apo punonjës të administratës, por dhe nga forume dhe anëtar të Partisë Socialiste, për fenomenet që përmenda, të keq administrimit të pushtetit, por kam kërkuar njëkohësisht që institucionet e pavarura të shtetit ligjor në Shqipëri, që nga prokuroria deri tek presidenti i Republikës, të mbajnë një qëndrim të përgjegjshëm kushtetues. Prokuroria duhet hetojë dhe kryesisht për këtë çështje.